Tashmo është edhe zyrtare, ajo që dihej prej muajit prill. Enis Çokaj është prezantuar te Bochumi në Gjermani. Mesfushori i kombëtares shqiptare do të luajë në Bundesliga 2. Kujtojmë se të vetmen eksperiencë në Shqipëri e regjistronte me Laçin. Mirë se erdhe te Bochumi. Klubi ka nënshkruar 27 vjeçarin e përfaqësueses së Shqipërisë. Kontrata e tij te Bardheblut do të jetë e vlefshme deri në verën e vitit 2028, shkruan klubi gjerman në njoftimin e tij. Kujtojmë se ish trajneri i Shqipërisë, Silvinho, e ftoi në vitin 2025, duke i dhënë minuta në miqësoren me Gibraltarin. Çokaj, drejtori i Bochumit, ndërkohë folën gjatë prezantimit sot. Ky klub ka një histori të veçantë, përfaqëson vlera unike dhe ka tifoz tepër entuziast. Kjo është pikërisht arsyeja pse e dua futbollin. Që nga momenti i parë që dëgjova për interesin e Bochumit, e ndjeva se ishte zgjedhja e duhur. Kam parë tashmë disa video të fitoreve në shtëpi dhe menjëherë u rrëqefa. Këto janë momentet për të cilat punon si lojtar. Mezi pres të luaj para këtyre tifozëve të apasionuar dhe premtoj se do të bëj gjithçka që mundem për të siguruar që të përjetojmë momente të tilla së bashku në të ardhmen, u shpreh Çokaj. Simon Zoller, drejtori i Bochumit, tha: "Kaluam një kohë të gjatë duke diskutuar dhe folur me Enisin. Ai është një lojtar që nuk dorëzohet kurrë dhe zotëron pikërisht atributet që na duhen për adonin ton të Bochumit. Shpirt luftarak, pasion dhe zemër në fushë, kohezion, porujsi dhe respekt brenda ekipit. Jemi të kënaqur që ai na ka zgjedhur dhe jemi absolutisht të bindur se do të kontribuojë me cilësitë që janë thelbësore për një sezon të suksesshëm."